Por, Murati nuk e la pa e përmendur edhe kryeministrin aktual të Kosovës, Albin Kurtin, ku sipas tij ai nuk po e respekton gjakun e dëshmorëve. Një vëllau em ka qenë rob lufte, ai ka qenë me Albin Kurtin për xhares 14 muaj 17 ditë. Dhe ta i shkret, të më thonë, ato tjekna. Albin Kurti, shok vllavit e kam. Him familjarisht dalin e ta. E respektoj, e nëroj. Me një vend si nuk respektohet gjaku i djerdhën. Me një vend si nuk respektohet dëshmori. Me një vend që nuk respektohet liria, që ishtë duhet. Se gjaku i djerdhën është maj që mush mos ki ku e qanë. Gjak mo. Atina s'ki shka. S'ki qka. Apo mendon që Albini së të respektu? Thash, qaj që nuk e respekton. Qaj që nuk e respekton. Unë jam invalid i luftës 65% shkollën. Hajtë ban ma një pytje mund ti, a ka o në institucion me ju pyt, o bac, a ki me hongër, a ki me pi, a ki rnes, a ki pare me shkute mjeku, a ki tretman që ishtë duhet. Tash nuk është thonë me shku me morë një par kokra që atina njerën e gjinës. Ose djera. Për ne i këtë duhet tretmani shumë ma i ma, se ne i në ato më shua, peshe. Neve në duhet, në ka pasar projekt ligji Kroacis, për e hupën. Që do me thonë ti, shko në i merë 23 euro një par kokra, hajde unë diqish për e sili, po si nuk kanë, nuk kanë njerëzimi. Me lip limosh, ushtari shka ka dirë gjakon turp sot. Turp, me një vend thash si nuk respektohet gjakoj derdhën, që ishtë duhet. Une nuk di ma në thonë, që me thonë, se gjakoj derdhën shumë i shenjt është. Po Albini, për me arrit hapa ma të mëdhej, duhet me konsultu me që do shka kanë dhonë, do më dhe të shka kanë dhonë jetë dhe kanë shku, po thuja qati shka ka shku, e ka shku me dhonë jetë, pse janë gjallë që ashtë nuk e thonë, këtë në luft me vdik. Se të tregohë dhe maret, me një vend që të respektohet ushtria, si të respektohet gjaku i djerdhën, atina pa dyshim se ka me linde mire. A nuk respektohet gjaku i djerdhën, nuk ka kur gjaku, kur.